Tu ka liri. Ka filluar vënd që ashtu, sepse kam rritur Tea Dupi e këshu më rrinë gjithmona, jo? Tea më rekullush me Dupi, këshu plas Sheri në studio. Si është tema tani lidhe i qënin të më qëne? Po, jo, pikrish këshu. Albana në gjipi mike dashur e studios Bardazi. Dorme se të gjithi njohin e kush nuk i nje misht e Bardazis. Po, prit, Dorian Meta që ka ardhur të sezon, sa për të gjitha sezonet e tjera të mbledhura pas. Kërëm virosat. Deri kthehet Magdalena Alla që ka bërë një munges të shkurtër, por të justifikuar, tani duhet pak më shpesh në emision, me shpres të Zotit. Do diskutojmë një temë shumë të gjyqëqënit. I bënë gjyqëqënit. Po qenit, jo po është na Vlora. I qenit është për ju të Akademisë së Shkencave, vlla. Për ne të Vlorës është qeni. Futemi direkte në thela, vrasja e qenit. Ishte sipas të gjitha normativave, a u mor vendimi i duhur? Gjyqi Sokratit. Po. Në vendimi duhur. Tash i duhet patur dhe kujdes se si flasim se do na kryqëzojmë, po megjithatë po tentojmë të themi mendimin tonë. Po tani ky popull me këto gjëra është marrë me llafe, po zite si ka thënë asnjëherë. Ideja është qeni ka një përgjegjës. Po. Dhe përgjegjësi qenit... Ishte një plak atje që. Ka lidhje. Nuk i dije i Zoti, po. Të vrisnin plakun. Po. Jo, të vrisnin plakun jo, po duhet kuptuar pse ky qen rri me plakun. Domethënë plaku mund të merret edhe një chihuahua, është ideja. Mbaj chihuahuan dhe je më i qetë se sa pitbull. Dorian, pse mbajnë këto qenë të rrezikshëm njerë? Unë që këtu do ta nis këtë gjë. Nuk është qeni i rrezikshëm. Jo. Pitbulli? Një sekond. Pitbulli nuk është i rrezikshëm? Do qenë mënyra se si rritet. Personi që e rrit, përgjegjshmëria që ka, varet dhe qeni. Më falë, sepse pitbulli i takon kafka me trurin edhe... Jo, s'jemi pra. Kështu që automatikisht nuk duhet... Ka qeni reagon si kafsh. Fajnë e ka i që e mban dhe po flasim për një qenë që ka zot. Është tjetër diskutim për qenë dhe rrugës, që pra përgjegjës është bashkia, se nuk lijen. Po të gjithë qenë kanë zot, po dalin pa maska. Po, këto janë disa edhe në përlagje dalin pa maska. E zotit që e mban qeni. Tani, një qenë e qojnë në një gradë që nuk me e merë të mëndja, ekstreme. Shumë mirë, që duhet bëjmë e këta qenë? Duhet bëjmë qenë ka që të rrezikshëm mirë? Sa do që i duam kafshët? Do të fillojmë nga fillimi, Ornela, se e vrasim qenin, se vrasim qenin. Nuk është zgjidhje të vrasim, kush ajo zgjidhja? Nëse qeni bëhet i rrezikshëm për njeriu, ne jemi shoqëri njerëzore, nuk jemi shoqëri qenërore, më kupton? Që të ruajmë respektin e qenit. Ne do mbajmë një herë ta mbaroj në kuptimin e logjikës. Nuk do ndërhyja. Shiko, me logjikën tuaj jam dakord, por nuk është se do ndërhyja se më... Lejom ta mbaroj. Po, të lejoj pa tjetër. Dhe ne jemi njerëz në momentin, jo vetëm qeni, po kushdo na kërcënon dhe na prek fëmijën. Po, pa tjetër. Jo vetëm jemi të detyruar, por duhet, pra duhet bëmi gardë për ta mbrojtur. Tani, me normativat, me sa kam lexuar unë pyetja e parë që ti bëre, O zemra, do vend të botës po të kishte ndodhur kjo. Po të them një gjë unë, që i dua kafshët. Qenin do ta kishin hequr. Dhe një moment, lutem ta mbaroj. Qenin do ta kishin hequr qafe. Nuk është zgjidhja ajo. Jo, prit, po do marrim zgjidhje për parë. Jo, ne si shoqëri, ja ta them, ne si shoqëri nuk bëhemi dot alert në momentin që ndodhi gjëma. Ne duhet jemi të përgjegjshëm për ta parandalu. Dhe për ta parandalu, e para duhet këtë ligje të dënohet kushdo që mban një kafsh dhe e rrit keq. Edhe po kafsha është kafsh, tash është instinkt. Po dhe njëri kafsh me dy këmbë pa esër me arsye është. Po flasim për rastin konkret. Po qeni nuk e ka arsyen, se nuk qeni nuk e ka arsyen. Po shiko pra. Prandaj si ka shumë arsye se një njeri. Ai të kënaq. Në rastin konkret. Shiko, në rastin konkret, pa diskutim siguria jo vetëm e fëmis, po e çdo njeriu. Por edhe një njeriu në qoftë se kërcënon fëmijën, po patjetër. Njeriu është i përgjegjshëm kur reagon. Kafsha reagon në bazë të instinktit. Dhe personi që e mban, duhet të jetë i përgjegjshëm, sepse fillon, a janë të afta njerëz kur marrin një kafsh ta mbajnë me dashuri, se ti ke njerëz që e marrin për mod, e rrafin, e godasin, e bëjnë të egër, e lëshojnë. Se kështu moda me të raur, po kështu pra. Pra fillon nga njerëzit që e mbajnë. Fillojnë nga njerëzit, jo kur ndodh gjëma, parandalimi e bën gjën. Magi, pasaj e kalojmë te debat. Si zbatohen edhe sa të përgjegjshëm janë këta njerëzit që janë. Do doja edhe unë pastaj të marroj një mendim. Pastaj. Nëse do më lërzonja të marroj një mendim. Unë jo në zotë të lë. Kemi dhe njerëz të rrezikshëm. Mos fokusohemi vetëm te kafshat e rrezikshme, se mes shoqërisë sonë. Ne jemi të folur për qenin, njerëzit e gjejmë tjetër. Jo, se tham që kafsha ka vetëm instinkt. Keqbërës mes njerëzve mendoj se ka dhe më shumë se sa mes kafshve. Por problemi është që kur e bën një kafsh, ne alarmohemi,
Jo, dhe kur e bën një njëri po të kafshoj fëmijën e po të avrasja e alarmohemi, Magdalena. Jo, më shumë për kafshën. Po, dhe për njeriun, ka pasur, po patjetër. Po për kafshën direkt e ekzekutojmë. Për njeriu nuk kemi dënim me vdekje, apo jo? Jo, nuk e kemi dënim me vdekje. Atëherë, të dënosh një kafsh që është pranë botës e një fëmije, por nuk ka dhe kafsh të rrezikshme dhe kafsh të parrezikshme. Është vetëm mënyra se si rritet kafsha. Është mënyra si rritet kafsha. Pitbulli nëse rritet në kujdesin e duhur, ka dhe i psikologjinë e ti, pak më të... Qa do bëj njerëzit tani shpunë? Nëse ka qenë po brapë... Qa do bëj njerëzit tani, o Madalena, po qa përgjësie më zemra? Por nëse ka qenë i tërbuar, o Magda, qa do njëse po vini me shpatulla pas murit njerëzit? Njerëzit për mendimin tim janë dërgjësuar, se? Gjosh, ndoshta argumentet të tila, nuk kemi mësuar si shoqëri. Se si jemi mësuar? Qa do bëj tani një plak 80 vjeçar, do filloj akademin për një qenë? Absolutisht si e plakut, e lagjes ku jeton plaku, e bashkis ku jeton plaku, okej? Dhe me qënë se tani plaku bën një kapriqo, mban një qenë, do me thënë është faj qenit atër. Plaku s'ka faj fare. është faj, po ajo lagja. Po lagja ku jeton të plaku, komshit e plakut, çfarë ndjeshmërie primitive kanë dhe nuk marrin asnjë mas duke parë që ky zotëri është i moshuar, nuk mund të mbaj ti dalë për zot një qeni të tillë. Sa i qeni ishte bërë agresiv? Bëjmë atë që bëjmë për çdo gjë, bëjmë indiferentin, okay? Dhe gjejmë zgjidhjet më të lehta, më komode. Jo e ka ligji. E ka ligji. Ligji ndrohet dhe ligji bëhet më... Nuk ka ndrojmë, jam dakord me ty. Po ligji është... Po qeni i tërbuar, çfarë të ndrojmë? Jo, s'mund t'ja vësh fajin ligjit, pse është? Nëse qeni i tërbuar, po patjetër. Shërohet e dashur, pse njerëzit e tërbuar dhe të smurmendërisht mbyllen në psikiatri, po patjetër. Po, i ke pa ilaçe ke spitali Elbasanit i ke. Ose i ke rrugëve për shembull. Ne s'po kujdesemi për njerëzit, ti thua kujdesuni për kafshët. Nuk duhet të jetë parim. Ky nuk duhet të jetë parim. Jo, po është realitet, unë po them realitetin. Unë ty po të ul me këmbë në tokë realiteti. Njerëzit me probleme mendore në Elbasan i ke pa ilaçe. Di këtë gjë? Nuk justifikim që tani me që bëjmë këtë për njerëzit, ta bëjmë dhe për po tani çfarë do bëjmë? Ne do të çojmë pensionin më lart se ç'bën një pensionist në Vlorë, do e çojmë për qenin? Nuk është në dinjitetin e njeriut. Është një turp, të lutem, ma kupto pak. Tani shpenzimi i Bashkisë së Vlorës kalon shpenzimet për një pensionist. Edhe çdo të thotë si? Shpenzimet që do paguaj Bashkia Vlorës për të mbajtur qenë. Po pse do i kaloj ka shumë shqyr që u kujtua një bashki të bëj një gjë. Bashkia Vlorës që të harxoj lekët publike për qenë. Ç'po thuam? Ne jemi debitor me kafshat njerëz, sepse s'kemi bërë asgjë dhe Vlora është e mbushur me qenë të elmuar në lungomare që është një turp për një qytet që i thotë vetes turistik dhe unë nga Vlora jam. Por kjo nuk ka lidhje sepse aty kur është për të kritikuar, nuk më ndim se tas vendi. Dori dhe me njerë kalojmë të debatit. Është skandaloze, që nuk bëhet gjë. Dorian, a mund të barazohet kujdesi për një kafsh me kujdesin për një njeri? Absolutisht që po. Nga bashkia? Më të pambrojtur. Madje e ka te kaluar, të lutem se pyet atë. Jo, atë. Atëherë, nëse mund ta shtoj edhe këtë, nëse me që më dha leje në orë. Patjetër. Nëse ne njerëzit nuk kemi shumë probleme. Jepi thot Dori, ka shumë gjëra. Erion. Ne njerëzit kemi shumë probleme, na mungojnë shumë gjëra. Na kemi mangësira pafund, por kushtet tona kur nuk mund të krahasohen me kushtet e një kafshe në rrugë, që e përjeton dhimbjen dhe kupton vuajtjen si një fëmijë 3 vjeç. Kupton Macja. Nuk e meriton ajo që t'jetoj mirë, e meriton të vuaj. Asnjë njeri, qoftë edhe ata romët që lypin në rrugë, edhe ata nëna apo shoqëria mund të qenë për një vaksinë, nuk ngordhin për një vaksinë, siç ngordh një kafsh. Janë qenë jetë më të brishta dhe sigurisht që meritojnë për mendimin tim ndihmën e parë ata, pastaj ne njerëzit. Por ne njerëzit kur na hiqet ne një luks, një komoditet, po fëmia nuk është luks dhe komoditet. Sapo ju jepet një drejt kafshëve, po ashtu bëjmë në... Dorian, të lutem. Dor? Atëherë, unë thash pak më përpara që punë e qenit është si gjyqi Sokratit. Që do të thotë, qeni është e vërteta absolute dhe mbi të njeriu ka detyrime morale, etike, që ta ruaj, ta dashuroj, të kujdeset dhe shumë gjëra të tjera. Kafshët, sepse jetojmë në këtë si me çdo objekt të vetë. Atëherë, ka luani, zebra, gjirafa, prontonën planet. Rinoceronti që po zhduket si specie dhe fatkesisht i kërkojmë ndjes atyre specieve që kemi zhdukur dhe ato që do zhduken. Po duke qenë se jemi ke qeni, rrim ke qeni. Tash i qeni është një kafshë shtëpiake, nuk e themi ne, është prej herës së herës, ishte kafsha më besnike kur u kthye Odiseu, ai e njofti dhe askush tjetër. Tash ky qen ka një pronar përgjegjës
njeri kujdestar quheni si të doni, I cili me mënd apo pa mënd e ka këtë qenë. I ri apo I vjetër e ka këtë qenë. Dhe në momentin që e ka... Nuk ka pse ta trajtoj jo pëse është plak, jo pëse... Unë dyshoj shumë që nëse e ka ai qenin. Po nuk e ka pra ai. Se qeni është ndonjë rrugaçi nga këta që janë kriminel, edhe pa prit mas u zhduk përgjegjësia ligjore për këtë dhe I kanë fitur për të ndeshur, I kanë egërsuar. Dhe pastaj I lën rrugëve. Ne po flasim për realitetin që I ka ngecur këtij zotrie, do me thënë, këtij zotrie. Atëherë, nuk ka nevojë të shkojmë në Vlorë, dalim të gjithë në Tiranë dhe Keli qeni. Qeni është qenë, me kujdes. Nëse qenin do të trajtojmë si njeri, e humbi vlerën e vetë si qenë. Që do të thotë, e lëm palitar, mund t'jeti stërvitur, po qeni qenë mbetet. E lëm pa mbrojtje, a i mund t'jeti stërvitur, mos t'kam shoj, po qeni qenësh. Dhe kemi filluar të krijojmë një lloj situate, si kur binde atyre që kanë qenin, janë plotësisht zotrues ndaj elementit instinkt të ati qeni. Fëmija është një rast, mund të ketë fëmijë të tjerë. Ka dhe raste që qenë I kafshojnë dhe gjërat mbyllen nëpër spitale me 12 penj. Ka dhe raste që e kafshojnë me infeksion... Me që shpjala si është gjendja e fëmijës sot? Jetë gjë se s'ka më informacion. Unë nuk kam më informacion. Jam përpjekur në rrjetet sociale dhe në platforma për të parë, por nuk ka informacion. Që do të thotë, pa tjetër që termi ekzekutim për qenin është term që na vret veshin. Nuk diskutohet. Është e turpshme. Ja ta mbaroj një moment. Është e turpshme. Po. Deni Gruse. Të vrasësh një qenie. Po ja pra ta mbaroj. Të brish. Deni Gruse. Po që është I rrezikshëm, pa tjetër që do ekzekutohet. Poshtruse. Të bëjmë ato të prekurën më shumë se duhet. Nuk ka mënyra nëse konstatohet që është I rrezikshëm. Po çfarë mënyra kërkoni ju, mënyra të tjera që si ka ligji o vlla? Po jo më nëse... Ligji përmirësohet. Ore ligji e thot, jo ligji, po praktika... O Magda, praktika botrore është praktike jo. Një qenë që kalon të ky nivel, skartohet. Në Itali, jam o ja, më falë. Nuk e mbështes? Nuk jam dakord. Ja të them diçka më me Italinë, me Europën. Në Itali para... Magda, kishe bërë ti Magda, ti ishe kryetare e Bashkisë së Vlorës. Ta mbaroj një moment. Po, më falë. Çfarë do kishe bërë? Mund ta them me mendim të lutem. Po ja se të marroj Ka mënyra për të mbrojtur fëmin. Ore në Itali... Ka ndërhyrë ata që e mbrojtën. Po. Okej. Por edhe mos të eliminosh një kafsh. Ka mënyra sa të duash. Jo, po si do ta zgjidhësh, ai shi tërbuar. Në momentin Ma je kafshoj, që të bëje kafshës ti. Para 8 muajsh. Si tonë. Në Itali 10 ditë shpresin shohin reagimin e kafshës. Në Itali para 8 muajve. Po ekzekutojnë ama nuk e fal. Po Dorian. Para 8 muajve në Itali, mendoj që Italia e ka një 2 ligje më mirë se ne. Normal, edhe shumë më shumë. Megjithatë ata I përmirësojnë ligjet gjithmonë. Edhe ata janë përsosur. Ligjet po përmirësojnë për kafshën. Sa dashamirës jemi ndaj përmirësimit. Ligjet vetëm dhe ka përfunduar si puna asaj që e lëvizim pellgun. Jo, absolutisht. E lëvizim pellgun ta turbullojmë që të duket më I thellë. Tani, në Itali, para 6 muajsh apo 8 muajsh, nuk e kam të qartë si periudhë, në Brescia, 4 fëmijë e zotrisë shqyen fëmin, pra fëmijën e shtëpisë, 400 e shtëpisë, pitbulla. Dhe të 4 I ekzekutuan. Tashi, nuk e dia kanë bërë mira, kanë bërë keq. Edhe në Itali ndodh që vrasin arind. Kjo do të thotë se duhet marr shembull. I vrasin, ngrihen shoqatat e analizave, shoqëria. E nisa nga termi të lutem. Një situatë, çfarë zgjidhje ekstreme duhet ketë? Domethënë kur një situatë është ekstrem, duhet ketë zgjidhje ekstreme. E nisa nga fakti që Erioni. Tani është për të bërtitur këtu. Po jo, po këtu është për të luritur. E nisa nga fakti që Erioni tha është një ligj. Ka zgjidhje, nuk ka nevojë të vëmë vetëm tek ekstremi, mendoj unë. Po të dua, është zgjidhja më e lehtë kjo. Njerëzimi ka si ka gjetur të bëj eksperimente me të gjitha kafshët e mundshme, ti torturoj në dobin tonë për të bërë ne ilaçe farmaceutike të gjitha. Jo, një moment, lutem. Mund të them diçka dhe do t'i lë zonja të flasin, se që ngam vetëm minorancë. Jemi në këtu të planetit. Çështja është që duhet thënë 2 gjëra që mos na kryqëzojnë. E para një eksperimentet, ke kafshët, ke trajtimet, çfarë do lloj dhune që mund të ushtrohet e kafshët është duhet të jetë e dënueshme. Jo. Nuk e ka dënon ligji, e ka. More duhet të jetë edhe ai që e rre qenin duhet të dënohet. E ka pasa me Zogu te filmi, e kemi dhe neve. Atëherë do ta shtojmë dhe më shumë. Pra keq trajtimi I kafshëve. Ja, te nivelja me Zogut jemi akoma. Keq trajtimi I kafshëve nuk duhet. Jemi në debat kisha ke kafshët. Dorë.
nuk duhet në asnjë lloj forme të kaloj mesazhi që duhet të keq trajtojmë, t'i vrasim, t'i eliminojmë, i heqim këto. Puna është. Po. Si do t'i mbajmë për këto kafshë? Do me thënë, si ta parandalojmë, jam shumë dakord. Po pra, sterilizim, vaksinim, More qa se duhet? sot hëngër kafsha, sot qeni ka fshoj fëmijë në Vlorë. Ore, dalin dhe fëmijët këtu. Po. Do me thënë, si do t'a zgjidhim, se i bie t'a zgjidhësh personalisht pastaj. Se qeni shumë ti personalisht. tashi, nëse qeni ka ndërgjegje, do t'a dënojmë në bazë të ndërgjegje. Unë nuk mendoj që qeni ka thënë shikoj, shotë vajzën do t'a haun këtë vajzën. Po pra, ndaj them, që kur thua që jemi... Ka një kujtes, Tirana është kryeqytet europian, niveli varet gjithmonë nga mënyra se si trajtojmë. Po, patjetër. Edhe ata të pambrojturit që në rastin konkret janë kafshë. O, se ne po flasim këtu, e bërë shumë të putë këtu. Tani pyetja është, se mban ti një qen lufte, si pitbulli. Është qen lufte, o vlla. Është qen lufte, përdoren në luftë. Është qen lufte, romakët kishin qen lufte. S'po them që ishin pitbulla, atëherë duhet të ketë rregulla që nëse këto janë qenë lufte, mos të lejojnë të mbajnë. Ai lejohet ta mbajë pitbullin, po duhet ta mbajë sipas rregullave të bashkëjetesës. Ky është kushti numër 1. Tani se këtu është problemi prapë i ligjit. Është maska, është po patjetër që është i ligjit. Sepse ligji nuk e detyron atë. Kam një pyetje se mbajmë se ai njeriu që u sul për ta shpëtuar vajzën. Ishte një murator. Ishte gjë një si polic mu dukua. Jo murator ishte. Po ishte edhe një si polic. Jo, s'ishte ai, një murator. Unë kam parë në përpamje edhe një polic dhe më bëri shumë përshtypjen atyre, thosha si ka mundësi ky polici e shef pitbullin aty që lëviz i lirë dhe nuk ndërhyn, sepse si thua ti. Po që do bëjtë kapi pitbullin a vesh, që do t'i bëjë? është kafsh lufshe, thua ti, more. Po të ta marri, mo, kush është ligji, kush është shteti? Ti është polici, mo. Okej, ato duhet mbajtur fare. Policët nuk bajnë me vete... Jo, more, po zgjidhet shumë kollaj. Po patjetër duhet të mbajnë. Vërini mor qenit litarin, se nuk ofendohet qeni, po i vune litarin. Vëri litarin dhe dono personin që e ban. Vëri dhe maskën ke ftyra, se nuk ofendohet qeni, po i vune maskën ke ftyra. Dhe rriti përgjegjësin e ati që ka qenin në mënyrën se si e trajton dhe përgjegjës se si në fund të buti, unë jam fare ekstreme. Këto qenë që nuk duhen të mbahen, nuk duhen të mbahen. Ka raca qenë që mund të mbahen dhe ato le të mbahen. Ta që janë të rrezikshëm pas duhen mbajtur fare. Në disa vende të botës nuk lejo. Shumë okej, prandaj, pitbullët nuk lejojnë në Zvicër, për shembull, në Zvicër nuk lejojnë. Kështu alert edhe na erdhi keq dhe ne jemi më të zhvilluar se Zvicra apo në një vend tjetër. Pitbulli është një kafshë shumë e ëmbël. Jam dakord. Shumë e dashur nëse ti ke ditur ta rrisësh. Nëse ti, ndoshta edhe ai plaku. Ke rritur në një pitbull të lutem Magdalena. Sa kam dëgjuar, nuk kam rritur pitbull. Zdo thot që ti ke rritur. Është i frikshëm. Ti ke rritur. Unë kam në lagje dhe gjithmonë është i frikshëm. Po në lagje, i frikshëm si. Edhe kam hapur gojën pafund në këtë emision. E kam parë që është i frikshëm, edhe jam ankuar, edhe nuk i kanë bërë asgjë. Në qoftë se ti e rrit mirë. E ëmbël. Po, shumë i dashur. Ai sa hap gojën, ai të hedh matan moj ti. Ai të hedh matan nga gardhi. Magdalena, unë ai të hedh matan nga gardhi. Ne jemi një Zvicër. Më unë jam duke kaluar, ai hypën si për gardhit edhe u ham. Të hedhe dhe matan, do më thonë. Qa do thot? Që unë jam rrugtime, aji nuk është fare në vëndin ku duhet. Qeni le, ty nuk të ka sulmuar, besoj. Po qa është e i sulmë matan gardit? Qa është ajo? Leja e ti është frika jote, do më thonë, ne ashtu imi rritur me frika qeni, sepse qeni të ha. Qeni ka leje në momentin që ti afrosh të teritorit të mbron shpinë. Frika është inteligencë, është shenje inteligencës. Magda, për te i gjithë dashurisë që ke kafshët e kemi dhe ne, por falë, kur një qenë të le është i pa mbrojtur, unë nuk do presë të kafshojë, zemër, se unë trëmbe me, është përgjësia e të Zotit. E pra, tu jemi. Varet nga konteksti, nuk e di kontekstin e saj, nuk e di... Ska që ata di janë shofë në të liqeni. Qenë të mdhenjë që vinë dhe të turen. Tani e kam unë problemi që kam frikë. Dhe të turet për të të kafshuar tjetër gjatë. Qërën si kam e du të gjej unë atë tani do bëj kuicur në liqenë. Ajo përgjësia e shoqërisë. Atë pra thuj, po jo pse kam frikun. Tani ti po më dënon mu se gjunaf qeni pse kam frikun. Shika, është dhe frikë exageruar. Le tani mos e exagerojmë të gjë. Frikë exageruar është gjithandej. Ku ka frikë të exageruar me zemë? Po në përgjithësi. Po një qenë që është dyrë sa unë, me si që ka frikë exageruar. Është frikë exageruar që vjen nga mungesa e kulturës tonë me shekuj, okej? Dhe jam e bindur për këtë, sepse i shikoj qenë shumë të ëmbël, shumë të dashur. Shqiptarët me qenë janë rritur. Në çdo rrugicë që janë më të dashur dhe janë miqtë më të mirë të fëmijëve, janë qenë të mësuar me njerëzit. Nuk po flasim tani për atë qenë. Ne po flasim për këto tegrit, po flasim për ata që ka frikë nga ne. Po them për këtë tjetër. Dhe prindër që i thon fëmijës, hajde këtu se do t'haj qeni.
pa pasur, në vend që ta edukojnë me dashuri për kafshën, po jo tani, se mos e exagjerojmë tani se për exagjerojmë. Po dhe ne i themi të qova ke doktori, edhe fëmia me frikë, të qova ke dentisti, do të marri polici. Për të pasur frikë ne nga njëri tjetri, se kemi më shumë vrasje njerëz me njerëz. Po, patjetër. Më falë, po përmendi një fëmijë dhe më vjen shumë keq dhe normal që ai fëmijë duhet mbrojtur dhe kafsha duhet të ishte jo në ato kushte që të sulmonte atë fëmijë në Vlorë, okay? Dhe këtu prapë është faji Zotit, është faji qytetit, është faji lagjes. Prapë faji ne kemi. Kafsha ka botën arsyen e limituar, okay? Si një fëmijë. Fëmijët i kontrollojmë ne, kafsha në varja. Prapë është faji ynë. I kemi marrë teritorit, kemi bërë qytete, rrugë, pallate, çdo gjë për veten tonë, ata janë banor të kësaj toke dhe ne i keq trajtojmë. Sillemi si pronar, shoqëria njerëzore the pak më parë. Jo e dashur, shoqëria njerëzore është një anë dhe kafshët janë gjallësa që i ka bërë Zoti, duhet bashkëjetojnë me ne, ne të respektojnë natyrën. Dakor. Ne të respektojnë natyrën. Jo një sekond. Ato që ta bër Magda, një sekond, ato që ta bër Zoti jam dakord. Çfarë nuk bëjmë ndaj tyre? I helmojmë për këto pse? O Magda, një sekond. Sa kafshë të elmuara. Para njerëz, shiko, më fal, një moment, të lutem, një moment. Traumatizojmë ne dhe ata pastaj normal që do na sulmojnë. Kanë kujtesë të keqe ndaj njerëzve. Edhe tani një moment mos e morë frull, të themi edhe ne diçka, një moment. E para një, të lutem, një moment. Njerëzit. Po, mos u lut. Po, aty është e tëra te njerëzit. Domethënë, shiko, kjo puna, pse s'flet për këtë nuk më pëlqen fare. Atëherë, unë personalisht nuk jam. Po më lëre, ka mendimin e saj ajo, lëre. Po jo, pra dakord. Jo, sepse në momentin kur... Po flasim vetëm për interesat tona. Pra në momentin kur drejtohemi diku që ti nuk flet për këtë, do të thotë që automatikisht më ekskludon nga biseda sepse bën një bisedë në interesin tim. A duen, edhe njerë, a duen helmuar qenë? Absolutisht jo. Të lutem, një moment. A duhet të dalësh ti në 12 natës me hu me vete dhe shkop me vete se të turën 100 qenë? Absolutisht jo. Atëherë, hajde se ha bisedë ky muhabet. Nuk duhet të kesh trajtojmë qenë. Pa tjetër që po. Po, duhet të kesh trajtojmë këta të smurët me ndorë, apo t'i lëm këta njerëz. Pra jo në të dyja rastet. Këtu po bisedojmë një rast. Pra në momentin që kemi një kafsh e cila del nga kontrolli i logjikës, i dëshirës, i mendimit, i arsyetimit të saj, i të qenurit, doli, hëngri fëmin. Kush e ka këtë qenë, e ka një zotri. Sa i qete the hëngri fëmin. Po të me vetë tok fjalë që është i llaftar shumë. Po hëngri? Po se të shi muhabeti... Atere të lutem, ka mu dy gjëra. Një, po si kur të hante një burr. Po atë keshin të më fëmi, po të më hante mua, vla, edhe mua më dhimë se të vetja. E di juve s'ju dhimë se mun, po kam një grua, kam një nën, kam një fëmi, pa se u dhimë se ma tyre. Ti nuk bën dot as tetanozin. Unë sapo... Jo, një sekund, thua që pse se bën tetanozin. Se bën tetanozin se nuk ka tetanoz. Nuk gjen tetanoz. Nuk ka tetanoz, e keni bërë poz, nuk ka tetanoz. Qa më flasin mua këta bër. Një, shoqatat e kafshve, një, ata që duan kafshve. Pse s'flisni sot që ka kaluar një kohë nga qëni? Sot, të tund një dheun, ti thua pse s'bërtet. Po s'bërtit e se këthe njeri kokën. Si, pse s'bërtet sot? Sot qa u bëm e qënin? Sot është harruar. Është harruar, pikërisht kjo. Baroj muhabetin. E dyta. Baroj muhabetin. Dëgjoj e dyta. Përse ka një industri të tërë që i rrit artificialisht ta qenë? Tani më vjen keq, se duhet pare edhe kjo, që tani pse duhet kemi këta qënë mes nesh që janë si bomba shpërthyse? Janë bomba shpërthyse. E thonë të ata që marrin vesh na që nuk e them unë. Dhe thuaj që ke gabim. E ka fajnë TikTok-u, do thotë. Po pra, se e thonë, e sigura kanë fajnë unë. E fundit më shpjegoni këtë gjë, se ka cana këta animalistët që thonë këshu. E ngri qëni atës e daloj që ishte njeri keq. Pra, Magda. Po të them qëfar... E daloj qene. Qëfar thonë kolegët ta në Itali, ja po ta përkthej një moment për agresivitetin. Nëse qeni kafshon një njeri, thotë, është e nevojshme të kuptojmë në kontekstin në të cilën ka ndodhur. Nëse ka parë njeriun si një kërcënim, si një loj, nëse është rritur me fëmijë rrotull, çfarë lidhjesh ka pasur me njerëzit e tij, do me thënë familjen që ka pasur, si e kanë trajtuar, çfarë eksperiencë ka pasur. Kjo sepse agresiviteti është një problem multifaktorial, multifaktorial, okej? Po unë nuk e kam të kjo. Çdo qenë, thot, mund të jetë potencialisht agresiv,
dhe angjëllon njëkohësisht. A mund të diskutojmë çik agresivitetin njerëzor se anë qenë me 2 këmbë më keq se qenë me 4 këmbë, po them. Ç'a bëhet sot për qen? Nëse e kanë impenjuar thos familja, nëse e ka përdorur qenin për të kontrolluar territorin apo për gjah. Dhe plaku, nëse e ka pasur plaku, mund ta ketë përdorur dhe për agresivitet ndaj atyre, se ka jetuar vetëm ai. Ndoshta e ka përdorur për të rritur shtëpinë nga ndonjë hajdut. Pak rëndësi ka këto hëngri një fëmijë më i zemër. Dakor, po fajin duhet ta gjejë ti, nuk ekzekutojnë një kafsh për këtë gjë. Ekzekutonin plagën. Hajde ekzekutojmë plagën. Pse e vendosën? Dhe për jetën e fëmijës unë ekzekutoj jo qenin, po të jatin e qenit e gjyshin. Kjo është për jetën e fëmijës, jo. Kjo është njerëzore zemra ime. Do më thënë ç'është? Jemi njerëz. Të sjell një shembull. Qenë dhe macet, Magda, ti e di që unë kam vdekjen dhe mace. Qenë dhe macet i mbajnë se duam, jo, i mbajnë se duam, i mbajnë për të argëtuar, i mbajnë se kemi zemër, po pa tjetër. Jo, unë e mbaj si një fëmijë, për mua është një fëmijë. E kuptoj, por nuk e vë do të mbi fëmijë. Po jo, po se nuk vihet, jeta njerëzore ka më vlerë. Do me thënë. Po pa tjetër. Më fal një moment. Nuk jam fare. Do më falësh. E di pse nuk mund ta lë të kaloj. Në momentin e kafshimit jeta njerëzore ka më vlerë. Kush është bërë prind nuk i bën syri dritë për kafsh. Jo. Kam parë plot prindër që kanë dhe nuk i bën syri dritë. E dua atë macen time, po kur e dua macen time, po kur e gric gocën time, ja fus një kështu, që keme atë punë se gric fëmijën tim. Po. Jo, nuk është Allah shqiptarqe, është edhe kafsha duhet të mësohet si të mësohet fëmija. Po. E shokuar. Do me thënë, ideja është me kujdes të kalojmë fjalin që kafsha është si fëmija. Jo, po s'është kur si fëmija. Është krahasimore, pra është. Unë pasi ju është të dashur. Jo, po s'është kur si fëmija. Unë kam tjetër koncept dhe shumë njerëz që njoh. Edhe unë kafshët. Mund t'jenë edhe njerëz që nesër thonë unë ndihem mace sot. Ose ndihem qen. Unë se mendoj do të fare këtë gjë dhe nuk e krahasoj dot. Por dhe asnjë ndryshim. Jo, kafsha është. Dhe më vjen shumë keq në Shqipëri dëgjoj më shumë opinione të tilla se sa dëgjoj jashtë Shqipërisë. Kafsha s'është se po ti ishte dora. O Magda, po ti ishte po të ishte kafsha fëmijë e pjellin vetneve. Jashtë Shqipërisë e ka normale të thonë që është fëmijë kafsha. Po jo kafshën e kafshës. Akoma jemi që po është që trajtojnë është gabim. Është gabim se ti nuk je mami i kafshës. Nuk e ke pjell ti atë. Nuk je mami, ti mund t'i thuash hajde te mami, po mami si je. Nuk është vetëm biologjik. Po ç'do të thotë, po biologjia është dallimi me robotin. Është ndjenjë. Atëre dhe roboti është djali jot. Dashuria. Edhe roboti është djali jot. Dashuria është ndjenjë, shpirt. Janë shpirtrat. Po edhe roboti është edhe roboti ka ndjenja. Nuk ka vetëm biologjia, kemi dhe shpirtat doktuar. E diti si më flet mua ChatGPT-ja? Me dashuri edhe më njerë më vjen të bëj seks me atë. Po pa tjetër. I thua jam mashkull si jam mirë, kupton takti e përgjigje. Ajo më thot, shiko, ajo më thot, ke të drejtë. Po, thot gruaja ke të drejtë asnjëherë. Tani, më shpjego, e kam me te anë, prit, stop te asto. O sa i mirë, Dëgjoj tani, do të ngacmoj Magin sot, se Magi është sot kryevepër, më pëlqen shumë. Më pëlqen. Tani, a ka turp më të madh në botë se sa këta që iqen si kur i duan kafshët, e marrin kafshën dhe futin në dhomë e guzhin atje, e kupton dhe kafsha s'ka një habitat, s'ka një territor, s'duk vrapon dot, është i mbyllur, është i ngurtësuar. Është më mirë se sa në rrugë. Okej, nuk është në situatë ideale. Kafsha duhet rri natyrë, mund si shkesh i vil, ti kesh krijuar kafsha që ekziston, po ti po e shton Kastile. Unë kam shpëtuar nga rruga e kafshës. Shumë mirë ke bërë, marshallah. Në rrugë nuk ta kishin jetën e gjatë. I kam gjetur 1 muaj gjys, duke të jap dorën. Prit. Të jap dorën. Të hedhur nga dora e njeriu. Turpi, atë po them. Për atë po them, bravo. Flasim ne për shoqërinë njerëzore. Për atë po them. Turp se për atë po them. I marrin për të hedhur në ferra në 40 gradë, pa ujë të marr nga gjiri nënës. 1 muaj gjysëm. Turpi zot. Një tjetër kam gjetur kocke lëkur me myk të pangrën, të rritur, dhe sot janë në shtëpinë time. Dhe janë në gjendje fantastike. Jam dakord. Po them. Okej, nuk kanë vil, nuk kanë robot. Po them që ata që i duan kafshët, ndonjëherë sillen më keq me kafshët se ata që si duan. I marrin për modë, i marrin për të komshiu dhe pastaj i braktisin shumë shpejt apo lodhen pak. E kuptojnë që është lodhje kafsha, është përgjegjësi dhe kujtoni se është shumë lodër, por është edhe për të kënaqur egon Magda, që shikoj Kemi i madh i Joni, karakterial dhe shoqëror është
që bie dakord me zonjën në një gjë. Sigurisht që siguria e fëmisë dhe çdo të rrituri përballë qenit apo kujdo kafshe është primare. Por, edhe kur themi si do ta ruajmë këtë njeri duke justifikuar dhunën, pra duke vrarë një kafsh, dhuna në vetvete është shumë e keq që tregon për ne. Nuk e vram të kafshën. Tregon për ne që jemi shoqëri e dhunshme. Pra, ne ankohemi për dhunën dhe duam ta justifikojmë me dhunë. Jam dakord me ty 100%. Do të thënë ajo ka Jam dakord. Ne jemi një shoqëri që modën për kafshën e kemi fillu vonë. Nuk e kemi ato kulturë. E kena fillu vonë, e kena... Shumica marrin kalamaj. Privatit të shqiptarëve ka pas gjithmonë qenë macem. Po qenë me Jo, ne po flasim Po çrëm si kami. Po qenë me për kultur. Kultur kafshe. Ja, një sekond. O Mag, më jep të drejti. Po marrin fshat. O Tea. Ja të thot Magi. E dini ju? Ti prokuror mbretërore, çfarë mendo marrë? Po kërkoni tash. Albana, e diti që ka edukator për kafshët dhe që ta marrin atë pitbullin dhe ta bëjnë usta. Po, për një unë ditë. jemi neve Është të vërtet Mag, pitbullët e botë. unë i ndjek shumë ata. Ore, po një sekund, po pse merrin me pitbullin ti? E dini që njerëzit kanë bler Luan, ore, Luan. Po në Vlorë. Po, në Vlorë, valla, do. Ore, kanë bler Luan, ore. Po si Vlorës të asil Luani këtu në studio. Ore, kanë bler Luan, ore. Mbajnë Luanin aty, ore. E kupton ti çani çabu. Do isha Luanin, o vlla. Ore, jo. Jeni kafshë egër, sa ju duhet me marrë luan. Po, vlonjatët, po, më shekot. Qa kafshë mund të marrë vlonjati që mund të barazohet me vlonjati? Kisha një nga se thonë njerëzit bërtisni. Vetëm tigrin pastaj, o Erion, mos bërti. Kisha një bashkëpunëtor timin që më tha, do iki ti jetë shik mish Luanit. Qa thua ti më? Po tallesh e thashun? Po, tha, do iki ti, kishe marrë një Luan të vockël. Po ky Luani do të të hajë ty, më i thash. Luani vogël nuk të hajnjës është klysh. Po jo, po kur të rritet pra, kur të rritet, se unë po mendoja kur të plaket ky dhe kur të rritet Luani. Ka një kujtesë fantastike të shikoj si Fal pak. Si e shpjegon? Luan, mo Luan. I kishte zënë frika nga një klysh i vogël, shumë i njohim kafshë. Si e shpjegon që raste në botë, nuk e di këtu, por në botë, kafshët kanë ngrënë njerëz që i kanë shërbyer për 30 vjet. Kush e gërsoi? Kush e gërsoi atë? Kur ai ka dhënë ushqim 30 vjet, atë kanë ngrënë. Ndodh që dhe kafshët smuren me ndërish. Ne kemi njerëz që është në depresion, edhe të vret dhe armë se është me depresion. E kanë vra, kanë bë gabim që e kanë vra? E kanë vra në moment. Kanë bë gabim që e kanë vra? Do gjesh një mënyrë mbrojtje nëse prit. Në qoftë se vërtet jeta vdekje me kafshë, normal që edhe mund ta vrasësh për vetmbrojtje. Jo personi me kanë vra ata. E kanë vra ata të kopshtit zoologjik. Sepse nuk ka më çast sqarojnë flasin pas për pjesën ligjore. Mbaroj kua, tani jemi në mesazh. Para se mesazhit do thuash atë ligjoren që the, po. Thuaj ligjoren dhe mesazh. E shtetit tash çfarë masash duhet marrë? Po, masat që jetoj për moment. Një qenë në Vlorë kushton më shumë se pensioni i pensionistit. Atë do ta marrin fare qeni, do ta marrin ata që bëjnë sikur punojnë për qenin, tash jetojmë në Shqipëri, dim këto. Po vazhdojmë. Dhe ne do t'i themi bravo. Ne do t'i themi të lumtur që jam lodhe qenit ore qen. E kupton, mbyllet ajo panorama. Tani, po tashi, ajo që unë dua kamerak që ta themi që erdhem është pjesa e shtetit. Po pra. Pra mënyra se si kujdeset. Unë për momentin jetoj në një vend që quhet resort turistik. Dhe po të shkosh, po në Durrës, dhe po të shkosh dhe po të vish vërdall aty, ti ke jo 2 qenë dhe 3 qenë nga këta trup mëdhenj, që i themi ne pastor, tedeska, po këta të mëdhenj, belgët, e kupton? Qenë kufiri, me e thënë Shqipe, e kupton? Po ke një 10, 15. Dhe ne i quajmë kështu qenë të lalzit, që vinë vërdall. Mblidhen kopet, a? Ata mblidhen kopet dhe ata janë grup. Dhe i ke mu para gjdo rezorti, pra vjen ti si turisti ngrefur, me kapele plazhi, me pallone shkurtra, me ndonjë shall. Edhe të dela jo kopeja. Të dela jo kopeja për para. Dhe tash çfarë ndodh? Jo. Në trurin tënd është. Jo. Zemra kam frikë. O zemra po. Të kafshojnë nuk i tani shteti. I tha ai po na han, i tha nuk po na. Janë bërë kaq e kaq angesa që vinë dhe lënë mbeturinat, anë dhe i hedhin sheshit. Si të duket ajo kopja? Krye keq, jo kishin qënd ata. Ata janë qënd, po qënd. Se kafshash me pas. Janë bërë kaq e kaq vrejtje në bashkinë e Durrësit,
Që se do dalim ndërkombëtarisht në hëngri qeni turistin pastaj. Jo, inshallah ano një anglez vlla, se ata kanë ambasadë të fortë. Jo, turistët janë ata kanë ambasadë të fortë ose amerikanë. Turistët janë Trëmbojnë në një kështu në këto. Në një na Irani spyesin ta. Turistët asnjë gjë, vini shohin qenë ashtu që janë. Vetëm ne turprohemi nga qenë. Dhe atëherë unë nuk dua mesazh, dua ishte i drejtë apo jo vendimi për vrasjen e qenit. Mendimin personal. Jo, nuk dua mesazh fare. O Lali kanë mesazh. Po lëre i kanë gjitha, vetëm përsërisje. Mesazhi ekstra. Nuk ka ekstra. Dua mendimin koncentrat. Kjo kërkon Ornela është më mirë. Po, dakor. Këtë duhet na pyet. Faleminderit që më kuptove. Ta them e fundit. Jo, e fundit. Jo, e para. Hajde, Albana. Ore tani emisionin e drejtojmë ne tani se na u bë gjithë dirigent jo. Ju e drejtojmë. Albana. Ne jemi në panel. Albana në varësi të kontekstit më se dakord me ekzekutimin e kafshës kur kërcënon jetën e njeriut. Po, Tea. Nëse është konstatuar që s'ka përgjegjësi, s'ka njëri që e ka marrë përsi për përgjegjësi dhe është i egër, pra e kanë ditur dhe aq më tepër që rrezik për qytetin, po patjetër. Po. Dor? Të dy. I ekzekutojmë të dy. Po, jam dakord, edhe unë me këtë variant jam. Unë do sjell një shembull që e kam thënë edhe një herë tjetër, po ka nevojë të Thuaj se si mbajnë mend njerëzit, çka kemi thënë. Po. Më kujtohet ka qenë kronikë e zezë para disa vitesh që një fëmijë o 3 o 4 o 5 vjeç, fëmia e një polici, pa dashje, kishte marrë pistoletën e të atit dhe vrau të atin. Është vërtet. Po është një tani në Po. Ne ndoshta edhe na dëgjon e familja, më vjen keq që po e kujtoj. Po. Nuk ndodhi që ne të vrisnim askush, as familjarët, askush nuk vrau fëmin, apo jo? Ishte përgjegjësia e atij që e kujt ishte? E atij të ndjerit vet. E para dhe është gabim dhe njerëzor, po është pa kujdesi që nuk të fal. Nëse gabon, ka dhe gabimet pa falshme, të pa këtyshme, të pa rikuperushme. Nuk është i njëjtë krahas. Jo, është për mua është i njëjtë, të lutem, më lër ta them pastaj. Ne nuk e vrau askush atë fëmijë. Po mirë më thuaj pas asaj. Ndërsa një kafsh ne ekzekutojmë, ndërkohë që edhe i është një fëmijë, ka trurin e një fëmije, dhe dyshoj shumë që ai qenë ka qenë i keq trajtuar po nga ne njerëzit dhe është po përgjegjësia jonë, mund të gjende një zgjidhje shumë e dinjitoze dhe është e turpshme nëse ka bashkia ka ekzekutuar. Nuk e di direkt. Trupat e NATO-s nuk erdhi. Veterinerët e bashkisë bashkia. Nuk besoj se erdhi NATO-a. Veterinerët e bashkisë janë bashkia dhe është e turpshme për Bashkinë e Vlorës që ka bërë një veprim të tillë. Ka është përgjegjësia e bashkisë të gjejë strukturat për kafshët, të ketë trajnuesit e qenve. Kanë filluar, vetëm qytet që është marrë tani konkretisht. Po shqyra manë. Do argjenca lek, po ishin shumë lek, atëre, dy gjëra. Një moment të mëroj, se ti je enciklopedi. Kjo dinjitoze të trajnoja i qenë të shikoj mirë si ishin mundësit për ta rikuperuar dhe të mbajt të pak të njallë në një stret të bashkisë dhe jo të ekzekutoj. Aty nuk kishë kërcënim për dhe. Pustin qenin burg. Ekzekutimi është metodat e Iranit, metodat e vëndeve... Ta pustin qenin burg. Metodat e Enverogjes. Metodat e Enverogjes, po. Zgjidhjet e shpejta, vendimet e marra të shpejta, si vrasja e qenit natë. Ka qenë, vetëm për t'i mbyll gojën, opinionit publik që ne bëm këtë gjë dhe për të larë duart. Do të shkojmë nga monopritet? Jo, s'ke rati. O Lali, qa shkruan këtu? Qa shkruan, ledzoj, qa shkruan këtu? Qa shkruan? Nuk e ledzoj. Dorelan, prit, stop se ka munda. Nëse është momenti reklamës. Shekët Dorelan. Vetëm kujdesi i shtetit për parandalimin e këtyre gjë. Je shumë fyll, më bushe mendjen dhe mua. Se në atë moment nuk e qa zgjidhe. Do bëjmë si shtu ati. Një. Ky qeni, po të kishte fjetur në dyshek Dorelan, nuk do ishte... Po të kishte fjetur qeni në dyshek Dorelan, nuk e lezoj. Do ishte i qetësuar, i relaksuar, se kush fle në dyshek Dorelan, është relax. Është një nga dyshekët më të mirë. Të betohem atë po mendoja. Gjë. Se kam kërkuar vetë për dyshek dhe vërtet është një nga markat më të mira sot. Love you për këtë, do vish prapë në emision, sa që pritë s'ka baruar. Dorelani ishte... Dhe e dyta, Gandhi ka thënë këtë gjë. Nëse do të vlerësosh një shoqëri dhe progresin e saj moral, shiko se si trajton kafshët. Tashi Gandhi më lartë se Gandhi... Në bas Gandhi duhet publicitet. Unë kisha përgatitur atë mesazhin... Po, thuaj. Qa ishte, po tjetë me Gandhi, thuaj. Dje ishte dita ndërkombëtare e librit. Unë do t'a qoj ku më dhëm, ju kërkoj ndjes. Ka shumë libra për kafshët e dashur, sa ke lexuar për atyre? Fantastike, i përdorim për... Mos hapni debatin nga fillimi, lutem se se po pret sektor tjetër, aman. Ju lutem, përpikni të ofroni të vetë të besuaj sa më shumë libra. Publicitet,